Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim. Sot do t'ju tregoj një histori true crime, dhe si çdo histori tjetër që do të gjeni në këtë kanal, është e bazuar në fakte reale. Bashkë do të zbulojmë mistere dhe ngjarje që shpesh mbeten të panjohura. Nëse dhe ju jeni të pasionuar pas këto lloj historish, më ndiqni dhe aktivizoni kampanën për të mos humbur asnjë video. Historia e sotme është një nga historitë më të vështira që kam trajtuar. Videoja duhet të ishte gati para 2 ditësh, por sa herë që regjistroja, më vinte për të qartë dhe nuk arrija të flisja. Në këtë video do të flitet për dhunë ndaj të miturve, abuzime dhe neglizhencë të thellë institucionale. Nëse jeni veçanërisht të ndjeshëm ndaj temave që prekin fëmijët, ju lutem kaloni këtë video dhe shihemi herën tjetër. Por nëse vendosni të vazhdoni, përgatituni të qani dhe të nxeheni me një sistem që nuk arriti të mbrojë një krijesë të pafajshme. Sot do t'ju tregoj historinë e tmerrshme të Gabriel Fernandez. Gabriel Fernandez lindi me 20 shkurt 2005 në qarkun e Los Angeles në Kaliforni. Ishte fëmia i 4 i Pearl Fernandez dhe Arnold Contreras. Në ato kohë Pearl ishte vetëm 18 vjeçe dhe nuk e dëshironte këtë shtatzanim. Mëngjherë pas lindjes tentoi ta braktiste Gabrielin në spital, duke treguar qartë se nuk kishte asnjë dëshirë të kujdeser për të. Pra e kuptuat mirë, e oma e tij, Pearl, ishte vetëm 18 vjeçe kur solli në jetë fëmijën e 4, dhe për të kuptuar më mirë ambientin familjar ku Gabriel lindi, është rëndësishme të flasim për prindrit e tij. Babai biologjik i Gabrielit, Arnold Contreras, nuk ishte pasur kurrë një marrëdhënie të qëndrueshme me Pearl. Ata nuk ishin të martuar dhe lidhja e tyre kishte qenë gjithmonë e trazuar. Arnold ishte pranishëm në jetën e Gabrielit vetëm her pas here, pasi kishte probleme të vazhdueshme me ligjin. Ishte burgosur disa herë për vepra të vogla penale, kryesisht të lidhura me drogën dhe dhunën. Nëna e Gabrielit, Pearl, pati një fëmijëri jashtëzakonisht të vështirë. Ishte vajza e Robert dhe Sandra Fernandez. Ajo rrit në një ambient të mbushur me dhunë, neglizhencë dhe kriminalitet. Që në moshën 9 vjeçare, filloi të përdorte metamfetaminë dhe alkool dhe ishte viktime dhunës seksuale nga burra të lagjës. La shkollën në klasë të 8 dhe zhvilloi çrregullime psikologjike dhe sjellje agresive. Më vonë njohu Arnold Contreras, babain e 4 fëmijëve të saj. Duke marrë parasysh pa aftësinë e Pearl për të kujdesur për foshnjën, Gabrieli ju besua dajës të Pearl, Michael Carranza, dhe partnerit të tij, David Martinez, një çift homoseksual që e pritën Gabrielin me dashuri dhe përkushtim. Për ta, ai përfaqësonte djalin që nuk kishin mundur kurrë ta kenë. Gjatë atyre viteve, Gabrieli jetoi në një ambient të qëndrueshëm, mori kujdes mjekësor dhe ishte e rrethuar nga përkujdesje. Të gjithë ata që e njihnin e përshkruanin si një fëmijë të ndritshëm dhe të dashur. Gabrieli kishte 2 vëllezër dhe një motër më të mëdhenj, Ezekiel, Virginia dhe djali i madh Arnoldo. Ky i fundit ishte marrë nga shërbime sociale që në moshë të vogël dhe ishte besuar një familje tjetër, pasi Pearl ishte konsideruar e paaftë për të kujdesur për të, për shkak të braktisjes, abuzimit me substanca dhe një ambient të paqëndrueshëm. Dhe Arnoldo nuk do të rikthehej më kurrë në familjen e tij biologjike. Në vitin 2009, kur Gabrieli ishte tani vetëm 4 vjeç, gjyshi nga nëna, Robert Fernandez, vendosi që fëmia nuk mund të vazhdonte të jetonte me çiftin homoseksual. Vendimi ishte i motivuar nga paragjykime kulturore dhe personale, megjithëse mirëqenia e fëmijës ishte e dukshme. Gabrieli u largua kështu nga Michael dhe David dhe u besua gjyshërve të tij, Robert dhe Sandra Fernandez. Edhe pse Gabrieli kërkonte shpesh të shihte Michael dhe David, ai arriti të përshtatej mirë me situatën e re. Gjyshrit me metoda më tradicionale gjithsesi ofruan një ambient të sigurt dhe relativisht të qetë. Gjatë kësaj periudhe, Gabrieli ruante kontakte të shpeshta me nënën e tij biologjike Pearl, e cila jetonte në atë lagje së bashku me fëmijët e tjerë. Gabrieli takonte shpesh gjatë darkave apo drekave familjare dhe nuk arrinte të kuptonte pse nuk jetonte me të. Ai kërkonte vazhdimisht të ishte me nënën dhe motrat e vëllezërit e tij, pa e ditur se Pearl nuk e kishte dashur kurrë vërtet. Në vjeshtën e vitit 2012, kur Gabrieli sapo kishte mbushur 7 vjeç, Pearl Fernandez filloi të akuzonte prindrit e saj se nuk po kujdeseshin siç duhet për djalin. Me këmbgulje gjithnjë më të madhe kërkonte që Gabrieli t'i kthehej asaj, por pasaj asaj kërkese nuk fshihej dashuria e një nëne. Pearl donte ta kthente djalin për të përfituar ndihmat ekonomike të shtetit që i jepshin kujdestarëve prindëror. Asaj nuk i interesonte mirëqenia e Gabrielit, por vetëm paratë që prania e tij do t'i sillte. Pavarësisht kundërshtimit të gjyshërve dhe familjarëve të tjerë që kishin rritur Gabrielin me dashuri dhe stabilitet, nga pikpamja ligjore, asgjë nuk e pengonte Pearlin ta merrte sërish djalin, pasi nuk ishte një vendim zyrtar kujdestarie të regjistruar. Kështu, me 12 tetor 2012, Gabrieli u largua nga gjyshrit dhe filloi të jetonte me nënën e tij.
partnerin e saj të ri Isauro Tonia Guerre dhe motrat e vëllezrit Ezekiel dhe Virginia. Shërbimet sociale, në vend që të shqyrtonin me kujdes ambientin familjar dhe qëllimet reale të Perlit, ja dhan kujdestarin pothuajse pa kundërshtime, asnjë kontroll i thelluar dhe asnjë vlerësim i rrezikut. Ky vendim ishte fillimi i një makthi. Gabrieli frekuentonte shkollën fillore Summerwind Elementary School, ku mësuesja e tij Jennifer Garcia vëri re një përkeqësim të shpejtë të pamjes fizike dhe sjelljes së tij. Ai shkonte në shkollë me rroba të pista, prerje, mavijosje dhe djegje në trup. Jennifer u përpoq të fliste me të dhe Gabrieli me pafajësinë e një fëmie i rrëfeu se nëna e godiste me rrip, duke përdorur edhe kokën metalike të tij. I tregoi se nëna nuk e donte dhe se flinte i mbyllur në një dollap të vogël. Mësuesi raportoi menjëherë rastin në Departamentin për Shërbimet e Familjes. Rasti ju saktua Stefani Rodriguez, një asistente sociale e cila supozohej të ndërhynte, por pavarësisht ashpërsisë të tregimeve, nuk u mor asnjë masë konkrete. Stefani Rodriguez shkoi në shtëpinë e familjes Fernandez, por foli vetëm me Perl dhe me partnerin e saj të ri, Isauro, pa folur kur me Gabrielin e as me shkollën. Perl pretendoi se djali lëndohej vetë, ose për shkak të përleshjeve në shkollë, dhe asistencia sociale e besoi. Ndërkohë, edhe tezja e Gabrielit së bashku me bashkëshortin e saj denoncuan abuzimin. Pavarësisht 5 telefonatave në polici, askush nuk ndërhyri. Oficerët shkuan disa herë në shtëpinë Fernandez, por nuk hartuan asnjë raport dhe nuk e informuan shërbimin social për situatën. Ata u kufizuan në dëgjimin e Perlit, e cila pretendonte se Gabrieli ishte thjesht një fëmijë i vështirë, provokues dhe agresiv, dhe përsëri, të rriturit që duhet ta mbronin, zgjodhen të mos bëjnë asgjë, dhe përsëri Gabrieli mbeti i vetëm. Me kalimin e muajve, jeta e Gabriel Fernandez u shndërrua në një makth të përditshëm. Dhuna ndaj tij u bë gjithnjë më egër, më sistematike dhe çnjerëzore. Ai rrihej me çdo objekt, me rripa, shkopinj, tenxhere, shishe. Detyrohej të hante rër të kutisë së macëve, të vjellat e veta dhe goditej me shufra pa mëshirë. I fiknin cigaret në kokë dhe për të fshehur djegjet, i linin në tuf flokësh si për plagëve. Kishte dhëmë të thyer që nuk trajtoheshin për ditë apo javë të tëra, duke i shkaktuar dhimbje të padërueshme dhe infeksione. Her pas here, e qellonin me plumba plastik nga një armë ajri e kompresuar, duke lënë plagë në fytyrë dhe në trup. E spërkatnin me spray piperi direkt në fytyrë, e detyronin të rinte lakurish për orë të tëra dhe poshtëronin çdo ditë. Gabrieli detyrohej të bënte pompa, kërcime apo të rinte në këmbë për orë të tëra, pa pushim, dhe kjo ndodhte shpesh pas rrafjeve brutale. Ndonjëherë lidhnin dhe mbyllin në një dollap të vogël, ku flinte ulur në errësirë, pa jastëk dhe pa batanie. Një nga torturat më mizore që i bënin shpesh, ishte ta detyronin të qëndronte në gjunë mbi orizë të thatë për orë të tëra. Një ndëshkim i heshtur por i tmerrshëm. Kokrat e forta të orizit i deportonin në lëkurën e gjunjëve, duke shkaktuar dhimbje të padërueshme. Gabrieli rrinte aty, pa lëvizur në heshtje, duke ditur se çdo lëvizje vetëm sa do e shtonte dhimbjen. Kur përpiqej të ngrihej apo të ankohej, Perl apo Isauro e godisnin, duke i bërtitur të kthehej në pozicion. Në fund, gjunjët i bëheshin të ëndur, të gërvishtur dhe me gjak, dhe ai, i raskapitur, mbinte në tokë në lot. Pas çdo rrahje, Perl dhe Isauro e detyronin të futen në ujë të ftohtë për të ulur fryrjet dhe për të fshehur shenjat e dhunës. Perl ofendonte me fyerje homofobike, e bindur sa ishte homoseksual për shkak se ishte rritur për një kohë me David dhe Michael. Madje detyroi të vishte rroba femrash. Gabrieli shkonte kështu edhe në shkollë, duke u bërë shënjesër i tallive të nxënësve dhe indiferencës së autoriteteve. Në shkollë vetmja që i përpiqej me të vërtetë ndihmonte ishte mësuesja e tij Jennifer Garcia. Çdo ditë e shihte të përkeqësohej, me mavijosje, sy të shuar dhe frikë të përhershme. Bëri disa raportime të shërbime sociale duke përshkruar me hollësi çfarë po ndodhte. Për çdo ndërhyrje përfundonte me neglizhencë dhe shpërfillje. Asistencia sociale Stefani Rodriguez, e saktuar për rastin, nuk foli kurrë drejt për drejt me Gabrielin. Nuk dokumentoi shenjat e dukshme të abuzimit, nuk kërkoi shpjegime dhe nuk bëri asgjë. Në raportet zyrtare vazhdonte të shkruante se gjithçka ishte në rregull, se gjithçka ishte nën kontroll, ndërkohë që fëmia vdiste ngadalë para syve të të gjithëve. Sikur e gjithë kjo të mos mjaftonte, drejtoria e shkollës nuk e mbështeti mësuesen Jennifer Garcia. Përkundrazi, e qortuan për teprim, duke thënë se shkolla nuk kishte autoritet të ndërhynte në çështje familjare. Kështu, pavarësisht raportimeve të saj të përsëritura, Gabrieli u braktis nga të gjithë, nga shërbimet sociale, nga policia dhe nga sistemi shkollor. Natën e 22 maj 2013, Gabriel Fernandez pësoi një tjetër torturë të tmerrshme. U godit vazhdimisht në kokë, në fytyrë dhe krah haror, derisa humbi ndjenjat. Pak para mesnate, Perl Fernandez
telefonoi numrin e emergjencës 911 duke thënë se Gabrieli kishte pasur një aksident në shtëpi. Kur mjekët mbërritën, pa një pamje të tmerrshme, Gabrieli ishte shtrirë në dysheme, pa ndjenja, në gjendje kritike. Kishte mavjosje, shenja të qarta kequshqyrje, prerje dhe djegje në të gjithë trupin. Pavarësisht përpjekjeve të dëshpëruara të mjekëve për ta shpëtuar, Gabrieli ndroi jetë 2 ditë më vonë, më 24 maj 2013, në moshën 8 vjeç e 3 muaj. Autopsia e trupit të Gabriel Fernandez zbuloi një tmerr që asnjë mjek nuk do donte ta dokumentonte. Ai kishte një çarje të thellë në kafk, brinj të thyer në faza të ndryshme shërimi, që tregonin se ishin thyer në kohë të ndryshme. I mungonin disa dhëmb, kishte djegje të infektuara nga cigaret, kontuzione të thella në sy, një prerje në mëlçi, ëndje të trurit dhe rërë në stomak. Ky i fundit ishte detaji që tronditi edhe patologët. Rëra vinte pikërisht nga kutia e macëve që Gabrieli ishte detyruar të hante. Shkaku i vdekjes u identifikua si një kombinim i traumës kraniale dhe dëmtimeve sistematike të shkaktuara nga abuzimi i zgjatur. 7 muaj torturë të përditshme, 7 muaj pas një çast qetësie për këtë fëmijë të pafajshëm dhe të pambrojtur. Pas vdekjes së tij, shtëpia e Perl Fernandez u shpall sken krimi. Hetuesit gjetën gjak kudo, në mure, në mobilje, në dysheme, në çdo cep të banesës. Në një dhomë u gjet një shko bejsbolli i përlyer me gjak, i cili përputhe me plagët në kokën e Gabrielit. Perl dhe Isauro dhanë versione kontradiktore të ngjarjeve, duke u përpjekur të hedhnin fajin mbi njëri tjetrin. Por provat ishin dërmuese, dëshmitë e motrës dhe vëllait të Gabrielit, objektet e përdorura për ta rrahur, gjurmët e gjakut, fotografi dhe raportet mjekësore që flisnin vetë. Nuk kishte qenë aksident, kishte qenë një ekzekutim i ngadalt dhe i vetëdijshëm. Perl Fernandez dhe Isauro Aguerre u arrestuan dhe u akuzuan për vrasje të shkallës së parë, të rënduar nga tortura. Në fillim Perl dhe Isauro tentuan të fshehnin të vërtetën. U than ekipëve të ndihmës se Gabrieli kishte rënë gjatë një loje duke minimizuar gjendjen e tij të tmerrshme, por provat nga vendi i ngjarjes dhe rezultatet e autopsisë rrëzonin çdo gënjeshtër. Në presionin e hetuesve, Isauro Aguerre pranoi se kishte rrahur Gabrielin vazhdimisht, por tentoi t'ia hiqte përgjegjësinë Perlit. Tha se kishte vepruar me urdhrin e saj, se ishte ajo që e manipulonte, që e kontrollonte dhe që e shtynte çdo ditë drejt urrëties dhe dhunës kundër atij fëmie. Në sallon e gjyqit dëshmuan shumë familjar, përfshirë vëllai dhe motra Gabrielit, mësuesja Jennifer Garcia dhe gjyshrit Robert dhe Sandra. Dëshmitë e Ezekiel dhe Virginias ishin veçantërisht rënditëse. Ezekiel, vëllai Gabrielit, tregoi se natën e agresionit ndodhej jashtë shtëpisë. Kur u kthye dëgjoi britma nga dhoma e prindërve, pa nënën e tij të dilte me duart e mbuluara me gjak, dhe vetmja gjë që ajo i tha ishte: "Nëse të pyesin, thuaj policisë që Gabrieli është lënduar duke luajtur." Virginia, vetëm 9 vjeçe në ato kohë, arriti të dëshmonte me një qartësi rrënjëse. Ajo tregoi se atë mbrëmje, ndërsa fshihej në një qoshe të shtëpisë, pa Isauro duke goditur Gabrielin me shkelma dhe grushta, me një dhunë të papërshkrueshme. E rrahu pa mëshirë, tha ajo me slotësh. Pastaj e tërhoqën në banjo dhe futën në ujë të ftohtë. Ai nuk lëvizte më. Fjalët e këtyre 2 fëmijëve treguan jo vetëm tmerrin që përjetoi Gabrieli, por edhe terrorin e përditshëm në të cilin ishin rritur. Jennifer Garcia, mësuesja e Gabrielit, ishte një nga dëshmitarët kyçe në proces. E tronditur dhe me zë të dridhur, ajo përshkroi rënien graduale dhe të dukshme fizike e psikologjike të fëmijës. Ajo kujtoi se Gabrieli në fillim ishte një fëmijë sjellshëm, kurioz dhe i etur për të mësuar. Por brenda pak javësh, sjellja e tij ndryshoi rrënjësisht. U bë i heshtur, i friksuar, mbulonte fytyrën me duar sa herë dikush i afrohej. Dhe shpesh vinte në klasë me mavijosje, gërvishtje dhe sy të mbushur me frikë. Garcia deklaroi se kishte bërë të paktën 5 raportime të dokumentuara te shërbimet sociale, duke shprehur qartë frikën se Gabrieli ishte në rrezik për jetën. Por çdo herë autoritetet përgjigjeshin se nuk kishte prova të mjaftueshme për të ndërhyrë. Frustrimi dhe ndjenja e pafuqisë për të shpëtuar atë fëmijë e përndjekin ende sot. Bëra gjithçka që munda, deklaroi ajo në sallën e gjyqit, por nuk mjaftoi. Të gjithë dëshmitarët, përfshirë mësues të tjerë, fqinj dhe antar të familjes, ishin të njëmendje. Perl Fernandez nuk duhet ta kishte marrë kurrë në kujdestari Gabrielin. Të gjithë e dinin se ajo nuk e donte, nuk ishte aftë të kujdesur për të dhe shihte atë si një barr. Dështimi i institucioneve për të dëgjuar ata që përpiqeshin ta mbronin Gabrielin përbën një nga aspektet më tragjike të gjithë çështjes. Në vitin 2017, u mbaj gjyqi ndaj Perl Fernandez dhe Isauro Aguerre. Perl, për të shmangur dënimin me vdekje, pranoi fajësinë dhe u dënua me burgim të përjetshëm, pa mundësi lirimi me kusht. Në sallë gjykatësit folën për një mizori të paimagjinueshme dhe cilësuan rastin si një nga më të tmerrshmit në historinë gjyqësore të Kalifornisë. Isauro Aguerre, nga ana tjetër, pretendoi se ishte i pafajshëm dhe përballoi një gjyq të plotë. Dhe me 14 nëntor 2017,
Pas rreth një muaji dëshmish dhe provash, juria e shpalli fajtor për vrasje me rrethana rënduese të torturës. Ai u dënua me vdekje, një nga rastet e rralla kur dënimi kapital zbatohet në Kaliforni. Aktualisht Aguerre ndodhet në qelin e dënimit me vdekje në pritje të ekzekutimit. Përveç dy të pandehurve kryesor, u hapën hetime edhe ndaj punonjësve social të përfshirë në rast. Stephanie Rodriguez dhe Patricia Clement, së bashku me dy mbikëqyrës, u akuzuan për neglizhencë të rëndë dhe falsifikim të dokumentave zyrtare. Ata kishin përpiluar raporte të rreme, duke deklaruar se Gabrieli ishte në gjendje të mirë, se kushtet familjare ishin të përshtatshme dhe se nuk ishte nevojë për ndërhyrje urgjente. Të gjitha këto ndërkohë që fëmia torturohej çdo ditë. Procesi gjyqësor ndatyre tërhoqi vëmendje të madhe. Megjithatë, pavarësisht gravitetit të neglizhencës dhe peshës së provave, gjyqtari vendosi se nuk ishte baza ligjore për një dënim penal. Asnjëri prej të katërve nuk u burgos. Të gjithë u pushuan nga puna. Ky ishte minimumi, por nuk patëm pasoja të tjera ligjore. Vendimi tronditi gjithë vendin dhe ndezi zemrimin e opinionit publik. Mediat e ndoqën nga afër, duke i dhënë njehon çdo detaj i tronditës. Shoqëria reagoi me dhimbje dhe indinjat. U nisën peticione, u organizuan protesta dhe mijëra njerëz kërkuan me ngulm drejtësi për Gabrielin dhe një reformë të thellë në sistemin që duhet të mbrojë fëmijët. Mesazhi ishte i qartë. Gabrieli nuk duhej të vdiste dhe ata që duhet ta mbronin nuk mund të mbeten të pandëshkuar. Gjithashtu, në vitin 2020, dokumentari i prodhuar nga Netflix, The Trials of Gabriel Fernandez, e solli sërish historinë në qendër të debatit kombëtar dhe ndërkombëtar. Përmes dëshmive të drejtpërdrejta, akteve gjyqësore dhe rikonstruksioneve rrënqese, dokumentari tregoi jo vetëm brutalitetin e torturave ndaj Gabrielit, por edhe zinxhirin e frikshëm të shpërfilljeve nga punonjësit social, mësuesit, oficerët e policisë dhe institucionet. Vdekja e Gabriel Fernandez është kthyer në simbolin e dhimbshëm të një sistemi që ka dështuar në misionin e tij thelbësor, të mbrojë më të pambrojturit. Një fëmijë vetëm 8 vjeçar u torturua dhe u vran në sytë e një rjeti të tërë të rriturish, të cilit mund ta kishin shpëtuar, por nuk e bën. Sot historia e tij vazhdon të rrëfihet për të zgjuar ndërgjegjen, për të sensibilizuar opinionin publik dhe për të kërkuar me forcë një riformë të thellë të sistemit të mbrojtjes së fëmijëve, sepse asnjë fëmijë tjetër nuk duhet të vujë ato që pësoi Gabrieli. Ata që duhet ta mbronin mbyllën syt dhe Gabrieli pagoi me jetën e tij. Këto ishin të gjitha informacionet që kisha për këtë rast. Më tregoni poshtë në komente nëse e njihni dhe çfarë mendoni për të. Faleminderit që kaluat kohën tuaj me mua. Nëse ju pëlqeu kjo video, ju lutem bëni like dhe subscribe në kanalin tim. Do të shihemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, unë ju uroj gjithë të mirat dhe mirupafshim.